Në nisjet e emisionit Fan Club, mbrëmja mori një kthes krejt të papritur dhe tejet emocionale për moderatoren e dashur për publikun shqiptar, Kiara Tito, e cila u surprizua nga produksioni me rastin e ditëlindjes së saj të 30-të. Një moment i menduar në detaje që jo vetëm e preku thellë Kiarën, por solli emocione të forta edhe të publiku që e ndiqte nga shtëpia. Gjatë transmetimit live, ndërsa emisioni po vionte normalisht, Kiara mori një njoftim në kufje nga regjisorët, ku i komunikoi se në shtëpinë e Big Brother VP kishte mbërritur një zar fizik. Sipas skenarit të prezantuar, ky moment duhet të shfaqej menjëherë në Fan Club, duke krijuar fillimisht një atmosferë tensioni dhe kurreshtjeje. Pasi zar fizik zakonisht lidhet me zhvillime të rëndësishme apo vendime të forta brenda formatit. Mirë po, ajo që pasoi rezultoi të ishte krejt ndryshe nga sa pritej. Në vend të një njoftimi dramatik, në ekran u transmetua një klip surprizi përgatitur posaçërisht për Kiarën, i cili shënonte një retrospektiv të ndjerë të jetës dhe rrugtimit të saj. Videoja nisi me pamje nga fëmijëria e saj, duke rikthyer kujtime të hershme, plot pafajësi dhe ëndra, ku Kiara shihej si një vajzë e vogël me dëshirën për të arritur larg. Pamjet vijuan me hapat e saj të parë në botën e televizionit, sfidat, përkushtimin dhe ambicien që e kanë shoqëruar gjithmonë në rrugën e saj profesionale. Një pjesë e veçantë e klipit ju kushtua pjesëmarrjes së saj në Big Brother VIP Albania 2. Një eksperiencë që shënoi një pikë kthese të rëndësishme në jetën e saj. Pikërisht aty, Kiara u njoh me dashurinë e jetës së saj, këngëtarin Louis Ailey, me të cilin krijoi një lidhje që u kthye shpejt në një nga historitë më të komentuara dhe më të dashura për publikun shqiptar. Pamjet nga qëndrimi i tyre në shtëpi, momentet e sinqerta, sfidat dhe emocionet e përjetuara së bashku, sollën edhe një herë në ekran një histori dashurie që vazhdon të prek zemrat e shumë njerëzve. Klipi vijoi me momente të rëndësishme pas përfundimit të Big Brother, duke përfshirë martesën e Kiarës dhe Luizit, një ngjarje që u kthye në një festë të madhe për familjarët, miq dhe fansat e tyre. Kulmi i emocioneve u arrit me pamje që tregonin Kiarën në rolin e saj më të ri dhe më të rëndësishëm, atë të nënës. Në vitin 2024, çifti u bekua me ardhen në jetë të vajzës së tyre, duke hapur një kapitull të ri plot dashuri dhe përgjegjësi në jetën e tyre. Pas përfundimit të klipit, studioja u mbush me emocione të forta. Kiara Tito, e prekur thellë nga surpriza dhe mesazhet e urimit, nuk arriti t'i mbante lotët. Me zërin që i dridhej dhe sytë e mbushur me lot, ajo falenderoi produksionin për këtë moment të veçantë, familjen që e ka mbështetur gjithmonë dhe publikun që i ka qëndruar pranë në çdo etapë të jetës dhe karrierës së saj. Ajo u shpreh mirënjohëse për dashurinë e madhe që ka marrë ndër vite dhe për mundësinë për të ndarë këto momente kaq personale me teleshikuesit. Ditëlindja e 30-të e Kiarës nuk ishte thjesht një festë, por një reflektim i thellë mbi rrugëtimin e saj jetësor dhe profesional. Nga një vajzë me ëndra të mëdha, në një moderatore të suksesshme, bashkëshorte e dashuruar dhe nënë e përkushtuar, Kiara Tito u shfaq si një figurë që ka arritur të ndërtojë një jetë të balancuar mes karrierës, dashurisë dhe familjes. Ky moment i veçantë në Fan Club mbeti një nga episodet më të ndjera të emisionit, duke dëshmuar edhe një herë lidhjen e fortë emocionale që Kiara ka krijuar me publikun shqiptar ndër vite. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.